Ndaçi me pa një njeri të degraduar në natyrën e tij, dhe ndoshta është në më degraduar në natyrës njerëzore ai cili ka etje për pushtet. Vreni këto politikan tanë. Me këtë situatë që është kriju në vendin tonë nuk banë gjatë tjetër vetëm tregojnë e mbjen kes për ta, sepse më duken shtresa më ignorante më ulët e popullit shqiptar, sepse ju jepet i fije pushtet njerëzit e kanë këtë bujari, po ma ta jep mundësinë, ushtrohet mirën, ja, si me mbledh vetëm për veti. Edhe nuk është problemi tek ajo që ka mbledhin, por problemi se nxjerrin e pa varfëninë e shpirtit të tyre, atë mizerën e brendshme, njerëz të cilët jetojnë vetëm thjesht me pas diçka, e shpërfitojnë natyrën e tyre disa të përfundu dhe në burg. Si ma në burg ti? Të kena votu për me na ba mirë, se kena problem, mërë bani mirë dhe vetit, për mas abuzot deri në atë pikë, sa që me marë në qafë, e me ahek ka shatën e gojësit e mos ati i cili lofton, ashtë për gjdo ditë, për me pas buken e përdiqme. Aty është e pa falshme. Mkati qënë vdekje. Pra në mkati korrupsionit qënë burg. Qënë burg. Thot Krishti, herët avon çdo gjë, do të dalin dritë. Ka në etje për pushtet shkretit. Pra në edhe devijojnë. Si s'doli një me thonë kam etje për me shërby. Se ma shdanë mundësia me shërby. Krishti thot, dhuro, se do të dhurohet. Beso, e s'do të mungojnë asgjë. Po jo mlidh grumëllah për veti. Kur pushtet? Nuk ka një provokim, një tonim, ma të kesë se sa i pushtetit.